Përshëndetje. Skandali I daljes së tezave të provimeve kombëtare u përsërit edhe këtë vit. Dalja e testeve të provimit të gjuhës suaj dhe të provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë në minutat e para të fillimit të provimit është pësimi më I keq që I ofrohet maturantëve në përmbyllje të shkollës së mesme. Është shfaqja më e shumtuar që I ofrohet shoqërisë sonë. Barazia e të gjithë nxënësve në provim që garantohet me ligj është shkelur rregullisht nga Ministria, e cila nuk bën transparencë dhe nuk ndëshkon përgjegjësit për këtë skandal të radhës. Ministria shndërron në normë dhe standard daljen e tezës dhe bekon dështimin e maturës shtetërore përmes deklarantës që ky skandal nuk e cënon as pak procesin, si dhe provimi po zhvillohet me standardet më të larta të sigurisë dhe të transparencës dhe në përputhje të plotë me rregulloren e maturës shtetërore. Nuk ka shtet në rajon dhe në Europë që daljen e tezeve të provimeve ta konsiderojë normale dhe të ndjehet krenar për përputhje ndërthojza mes rregullave të shkruar dhe zbatimit praktik të tyre. Ministria e Arsimimit e përmbysi procesin e testimeve të maturës shtetërore, të organizimit, menaxhimit të testimeve, si dhe të vlerësimit të nxënësve, dhe e ktheu këtë proces në vlerësimet të pjekurisë se si shpërndahet kopja, si të mashtrohet dhe të vidhet, duke u thënë maturantëve që fiton ai që shkel rregullat dhe ai që kopjon më shumë. Ka ndodhur gjithçka prisnim, ligjësimi, riligjësimi I së amoralshmes dhe anti-etikës, riligjësimi I farsës së maturimit të nxënësve tanë. Ja dhe një shtysë tjetër e fortë që nxënësit të largohen nga Shqipëria. A ka mësim më të keq se ky dështim që nxënësit, ata më të mirët, ekselentët të rendin pas aplikimeve për të larguar dhe për të studiuar në universitete jashtë Shqipërisë. Matura kombëtare edhe këtë vit certifikoi pjekurinë e shtetit për të vjedhur dhe mashtruar, certifikoi mungesën e plotë të përgjegjësisë për rezultatet në arsim, ripohoi gremisjen e thellë të sistemit tonë arsimor, atë që ekspertët ndërkombëtar e kanë theksuar përvitjesh, gremisje për të cilën ka punuar gjatë këtyre viteve kjo parti shtet. Faleminderit.